Duhet me dalë, me protestu, me lyp drejta tona, me bo diçka ma mirë për punëtor, po në asë në Kosovë që gjithçka kontra, dalëm dhe festojna. A punë të kërka heq, po... Shumë të rinj kanë ardhur sot në Bajgur, po shkojmë edhe t'i pyesim se si po kalojnë ata. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon nga kjo ardh? Shqipulit Mitrovicës. Qysh po kalon sot? Mirë, super. Pse dol sot? Po dullëm pak më shetit, pak qëtu me hu vakt, kohën. A punoni ndokond apo jeni ende në shkolla apo jo? Ja, jena tu studiu, po në fakultet jena tu studiu juridikin. Shumë mirë. Pryshtë. Sot është dita e punëtorëve, apo festoni apo protestoni? Po që na në Kosovë dolim festojmë, po normal na duhet me dalë, me protestu, me lyp drejta tona, me bo diçka ma mirë për punëtor, po në asë në Kosovë që gjithçka kontra, dalim dhe festojna. A punë të kërka heq, po qa me bo? Apo më tregon kur ke ardhur, sot a keni vendos me bu ndonjë grell ose ndonjë lodër, me lu ndonjë lojë, sepse po i shoh që shumica ose po luajnë ndonjë lojë ose po bëjnë grell ose diçka e tillë. Që një uri në orë, dullëm pak u shetë në atë pjesën a nej, që ta shpe prisë më një shëk dhe më janis me bo grell, qëtë. Po, e këta shokët e tu, qysh po kalojnë? Këta mirë, po janë pak të marshëm, adin pjo jam orë fi kamere, po... Do me thënë, këta... Pak të padalt, janë një mura miqitën pak... Tash nashta ambientuën pak. A, po i bie kjo që ty të lanë si përfaqësus, apo se po në kamerë? Qaja, une edhe për këta dhe për veti, si përfaqësusit të nevë. Po, do me thënë, qka do që thua ti këta pajton me ty? Qashtë. E nëse jep ti naj deklarim që këta nuk pajton me ty, qysh reagojnë këta? Nuk kanë reagim type, se po tutun pi kameres, po e kam fobi kameren. Veç do me thonë përfaqësusin e pas kanë të denjt, apo jo? Besoj që po, për që ata ma kanë jep të drejten për mi përfaqësu. Për mi pa përfaqësu, qaja. A, po më tregon, qysh, a ke ardhur edhe vite tjera dhe qysh ke kalu, a ka ndryshim për vite të Po, ka shumë ndryshim, për shembull vite tjera kanë shumë ma mirë, ka pos ma gjallënima, tash është pak ma zbet, janë kanë për shembull shumë ma përpora, janë kanë ma fëmija, mo janë kanë luj, ato kanë një vend shumë kallabllak, ka pos gjithçka ma gjallëri, ma mirë, tash shumë ma pak njerëz, shumë ma pak rini, ma tënat ma pak. Faleminderit. Shumë dallim i madh, mes viteve të fundit të tashti shumë dallim të madh. Edhe pak më pak pat edhe njerëz. Edhe shumë ma pak njerëz, me vite tjera është diferencë e madhe. A pse po mendon që domethënë këtë vit ka ma pak? Po valloj tashti, nashta edhe që kanë shu venin, që rinia janë iska qa shumë, i na met ma pak e. Qysh po e konsideron këtë pjesën që shumë të rinj të shatë moshës tënde po dalin jashtë Kosovës? Po vallojnë, adin ata po dalin pe provojnë, dikush e gjenë vetën atje, dikush këtë. Po. është mirë me dalë me provu, që e gjenë vetë e mirë, që se gjenë të apet në Kosovë, janë që të apet i gjonë që të sene qa i kije. Ka din nuk hupë kur gjohë, se me thonë. Do me thënë, ju besoj që keni edhe ju shumë familjarë cilët janë jashtë Kosovës. Po ju vetë, a ju pëlqen, apo vetëm shkoni për vizita? Jam konën atje, shkoj për vizita, këgja shpesh, po me shku me vizitu po, adin, isha shku, a mo me jetu nuk ma ka morë menja, adin jem konë vetë, e kom provu, po me jetu ju. Shtu më shëtit po... Çfarë ndryshimi kishte që ty do më thonë nuk pëlqente atje? Atje dyshim do ke jeta ma eftoft, ma esbet. Këtu dalë për shembull zateti një kujshi, e përshëndeti, dalë, pi kafe, adin sen atje dyqysh shumë ftoft, shumë jetë eftoft më doke, s'kisha mujt për veti me jetu në atje. Çka mendon do më thënë për gjitha ata cilët shkojnë edhe ndoshta mbesin në atë jetesë, edhe pse nuk i përshtatet më. Po që gjithkush adin, dikush bëva kje gjej vetën, dikush ju, në për veti për foli ju, s'ku mujt me gjetit, dikush ambientuet me atje, dikush i pëlqen që aja jetë pak, a unë ju, s'kisha mujt. Po kush do që e gjej vetën mirë, adin, inshallah i dëshirojmë suksese që... Apo më tregon a ki ndonjë mesazh për shokët e tu cilët janë duke të pritë qysh po dalti në këtë intervistë? Wallah, s'po di kur farë mesazhe, qa mi jep këtu në këta. Apo jep kurajo që këta hira tjera me dalë në për intervista? Wallah, i kësha jep, po
S'po di çfarë më thon për me dol Si tas. studenti juridikut, po e lëm një këshill për këta si studenti juridikut. Një këshill për këta, keni vetë besim pak më shumë veti, edhe se dyqysh nuk kanë vetë besim, e ta ishte qaja në ashtë ta i bëm për mos me dol, me kom pak ma modest, mos me arrej vetit fort në altë, se jo më po më shek kush, se që ka me të po të sen si të bo kështu, një interviste e thjesht, kur gjë nuk o kja, a kukua që o bo një interviste ditën e mirë. Ndërum të falenderoj shumë për kohën. Në fakt intervista ishte shumë e lezetshme, të falenderoj shumë për kohën, edhe shpresoj që sot kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë juve, ju dëshiroj edhe juve rahatia që më thon sukses, sa kaloni një ditë të mirë të bukur. Shumë faleminderit. Respekte.